ajo që unë dëshiroj është që sa më shpejt ta kemi këtë deskalim dhe të mund të ecim përpara. Edhe në të ashtu quajturën marrëveshje Bratislavës, në atë kohë me zotin Lajçak, janë plotësuar nga Kosova që një kohë të gjatë. Siç e dini, këto masa ndërlidhen me nevojën për të deskaluar tensionet në rajon dhe në veri të vendit. Dhe ajo që unë dëshiroj është që sa më shpejt ta kemi këtë deskalim dhe të mund të ecim përpara dhe t'i largojmë këto masa. Dhe shpresoj që ngjarjet e fundit nuk e paraqesin një trend të ri, por që është një përjashtim nga rregulla, që jeni të përfshirë plotësisht, të angazhuar plotësisht në këtë rrugtim evropian dhe për të deskaluar dhe siç e tha presidentja, të angazhuar në këtë dialog mes Beogradit dhe Prishtinës, dhe së fundmi kemi emëruar një përfaqësues të ri për ta lehtësuar këtë dialog. Kur janë vendosur këto masa, po ashtu nga ana e Bashkimit Evropian janë paraqitur një sër kërkesash, të cilat për mos t'ju marrë shumë kohë, kanë përfshirë rikthimin në tavolinën e dialogut, gjë që ka ndodhur, kanë përfshirë krijimin e një baze të religjore për zgjedhje të parakoshme në verit, komunat e veriut të vendit, gjë që ka ndodhur, dhe organizimin e atyre zgjedhjeve të parakoshme, gjë që ka ndodhur. Të tri këto kërkesa të Bashkimit Evropian, të cilat kanë qenë të përfshira edhe në të ashtu quajturën marrëveshje Bratislavës, në atë kohë me zotin Lajçak, janë plotësuar nga Kosova që një kohë të gjatë, që është edhe arsyeja pse ish përfaqësuesi i lartë evropian Borrell ka rekomanduar në verën e vitit të kaluar që masat restriktive ndaj Kosovës të hiqen në tërësi. Pra, ky ka qenë rekomandimi i vetë zotit Borrell, dhe së shpejti bëhen një vit prej se zoti Borrell, i cili edhe ka qenë udhëheqësi i dialogut formalisht, ka konstatuar se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret e vendosura nga ana e ABE-s në mënyrë që të hiqen masat. Ne e kuptojmë që konsensusi brenda Bashkimit Evropian është proces kompleks dhe kjo nënkupton që secili shtet duhet të bindet dhe ne si Kosovë duhet të angazhohemi që të punojmë me secilin shtet veç e veç në mënyrë që asnjë prej tyre mos të ketë hezitim, sepse siç e përmenda më parë, janë qytetarët e Kosovës ata të cilët e bajnë barrën e këtyre masave restriktive.